Ja, do ishte qef nëse njerëzimi sa po shpiku ferrin në tokë. Keni qef ta provoni o zemër? Këto plerët këtu nga kjo kompania e plerëve kanë gjetur një mënyrë kota fundit me marrë ca qeliza të vdekur, nga truri i vdekur i një personi të vdekur dhe me i ringjall dhe një herë duke i lidh me një videolojë. Siç po shikoni, kjo loja këtu që është ngjashme me Counter Strike nuk po kontrollohet nga dikush. Është dikush brenda të videolojës që është koshient në thonjza edhe po e lun këtë lojën aty. Dikush vdiq edhe bëri spawn brenda te loja. Më thoni një fat më të keq o zemra. Dua të ulëras, por nuk kam gojë. Më kujtohet dikur kur kisha trup ndjesinë të kruarit, por nuk mund të ndjej më kurr. Do doja të vrisja veten, por nuk kam se si. Literalisht më thoni një fat më të keq o zemra. A ka fat më të keq se kjo? Unë nuk varrosem për vete, kuptoj, unë do i them familjarëve më ndiqni, ma shuni trurin. Për ju që e keni pa Black Mirror, TikTok o zemra, sa erdhi dita. E moni me atë vezën e vogël të bardhë që i bënin kopje koshiencës dikujt dhe i bënin paste brenda të veza e bardhë, kështu që është një klon i koshiencës dikujt që jeton në burg përgjithmonë brenda të veza e bardhë. Nuk ka si vret veten. Për çfarë bëjmë gjithë këtë? Që ta lidhim me shpinë edhe ta bëj tostin në mënyrë perfekte. Na lini në koment siç u thash nëse ju shkomenja për një fat të keq se ky, që të bësh spawn aty mrena, mas e ke vdek dhe tash duhet lush lojën deri në përgjithmonë. Dhe as nuk vret dot vetë se nuk ke trup fare. Qofse ju shkomenja në fat më të keq se kjo, se di çfarë që e keni, e kupton? Dhe sigurisht leja manetet siç thash, mos lejo të varrosin mas vdekjes. Nuk mund ta rrezikosh këtë gjë, duhet më ta djeg trurin, se pa pritur mund të çosh mas vdekjes. Merë në kompjuter, në gjosh kështu. Mirë se erdhët në simulimin që ndodhë në qofse një person, koshiencën e një personi e bëjmë elektroshok 4 miliard herë. Por nuk mund të vdesi se nuk ka trup. Edhe ja ku jeti aty. Qofse keni pas dyshime deri tash a ekziston apo nuk ekziston ferri, sa po e shpikën njerëzit o zemra. Jemi shumë të mirë dhe shumë të sjellshëm dhe e duam shumë njëri tjetrin. Hajde shihna.